أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Këton që ka gjdo herë po e ndëgjoni prej hoxhallarëve, e këton doni me mësua vetë edhe përmendsh, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, ajetin e partë e Elhamdulillahit, mandej salavatin për pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam. Allah i na bon të bashkë me Resulullahin sallallahu aleyhi wasallam fil firdausil a'la. Mos t'i shkojë ndërmend do kuj ka keqja shejtanit ja bëjë vezvese, na me konë me pejgamber? Po vallahi kismet. Ka thonë Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam, el mar'u ma'a man ahab. Ki me konë ditën e kiametit në ahiret me çaton që e duhesh. E dashte Resulullahin, punësh sipas tij, me ton ki me konë xhenet. E dashte shkaun, punësh sipas tij, me ton xhenem. Çato që e duhesh, po çato je. Allah i na bën të bashkë në ahiret, në xhenet. E jeta e xhenetit nuk ka sikur jeta e dynjës. Këtu pak në dynjë ka mllëf, urrejtje, nacionalizëm, lokalizëm, egoizëm, bizëm, ku diune, këtu ka në dynjë kësi bela. Në ahiret Allahu xhalla xhelaluhu po thot: "Wa nazana ma fi qulubihim min ghill." Na jau hekim, jau klojm çka kanë pas në zemra në dynjë min ghill. Për i fesateve të dynjas. Në dynja, ky ma shumë pare, unë ma të pak, ky shpin ma të mirë, unë ma pak, ky kërrin ma të mirë, unë heq, ky familja, ky edukim, ky kështu, ky ka rrit, ky s'ka rrit, në dynja ka kësi bela. E në ahiret këtu, Allahu po thotë, wa nazana, na jau hekëm, Allahu jau hek. E si të na hek, Allahu këto në mes veti, atëherë pra, masha Allahu tabarek Allah. Masha Allah atëherë. Pra ndej, të që ta mësoni kretë, mos jemi vetëm hazërgji. Çka po të më thonë hazërgji? Mos u bën veç hazër, veç ka për na kallzojnë të hoxhallarët, veç ka për na kallzojnë, na kënaqën të hoxhallarët. Jo valla, as suni u kënaqim, as sun po kallzojmë kur gjë, po kret jemi të kyçun në rrugt të Allahut subhanahu wa taala, e që ta dinë sicili Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammad. Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam nuk është i saudianëve, ani pse kalen Mekke e ka vdek në Medine. Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam nuk është i një racës e jo i një racës tjetër. Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam është Rasulu hadhihil umma, i dërguari i këtij ummetit, kret kush thot la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, është i thtar antar i Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam, që mos të kujtojmë keq dikush, elhamdulillah. Prandaj ka thonë në hadithin e njohur, nështë për juve është i panjohur, Allahu më ka dalluar mua prej qerve pejgamber me 5 gjëra.
Tjertë pejgamber këto pensa nuk i kanë pas. E para, Allahu e ka ndihmu pejgamberin një muj para se me hin luft. E ka ndihmu qysh, dushmonit ja ka qu frigën. E si t'ja qoja Allahu i frigën, a mundet ai me i qëndrua Resulullahit për balë? Ha? Wallahi kanë ardhë me mytën qabe, kanë ardhë në qabe me mytë, pejgamberi për lexon Kur'an, ata s'pe e shohin. Si do Allahi me qërru e robin, mës me e pa Resulullahin, se dushmani i ti është, a ka kush ja jep syt me pa? Wallahi së ne shohish. Një, nësirë të birro, mësire të shehrin. E dyta, Allahi ja ka bon nasip Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam, tokën e Zotit, ku të shkojmë, falen, pa problem. Në livaz, në arë, në gjami, në malë, në fush, gjithë kund, vëgju i letljel ardo, mes gjiden, vë tahura. Gjithë kund është mes gjiden vë tahur, e pastër. E treta, që ja ka bon pejgamberit nasip, është çdo pejgamber është quhet e kombi i vet, ben Israilt. Apo më kuptoni vllazën? Me pas sikur tash më konë si përpara të shqiptarët pejgamberi veç, të turqit pejgamberi veç, të rëmt pejgamberi veç. E çka ish bën? Atë rëmt që kanë vë 3 pjesë. Tash ka lidh veç, të egjiptian veç. Çure. Këto janë subhane ke jarab, Allah na i largoft që të sene që të coptime. Një imet, një milet, o Zot, Allah i shkatroft, kush në ka coptua. Edhe duhet, sa pejgamberë të një për dëvën me që. Të Ben Israil ka pas shumë pejgamber. E të imeti janë, Allahu e ka dalu këtë imet, për thët, o kane ju ba'athu kullu rasulin, ila qawmihi wa bu'ithtu ila nasi, kafa, au khassa. Wa ma arsalnake illa kafeten lin nasi bashiran wa nadhira. Juve ju kam dërguar, po thot pejgamberi, për të gjithë njerëzit, ti pejgamber, i dërguar i Allahut. Pra ne, u ban 3. E 4ta, me qka ka dalu Allahu subhanahu wa ta'ala? Shefat. Asni pejgamber nuk ka drejt ditën e kiametit me bo shefat të imeti vet, as ulul azmi, prej pejgamberve më të mëdhenj, Nuhi, Ibrahimi, Musa, Isa, Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këtës për thëmun pikojnë tjes teme. Fjala e pejgamberit ton, alaihi salatu wassalam, ka thënë, Allahu Gjelle Gjelalu në hadith vërtet kanë një anku Allahu ditën e kiametit flak. A di njeri kur bjerë në zorë. Kur bjerë në zorë njeri thënë një fjalë popullore edhe ujkun e bën dost, daj. Këje uk e daj. Uk e bën daj. Ujkun, a unë e ka për qafe, po kur ka ranë zorë njeri ka thënë ujkun e kam daj. Për çfarë daj e të hanë? Njeri po bika në zorë ditën e kiametit shumë, Allah i në largoft sikletin e ditës kiametit, thoni amin. Mirë po ta dini kretë shka po nini ju, edhe kretë shka në kanë menanije me këtë inqizim, le ta dini kretë, kush ja letësën një muslimanit, një familjes, një telashet dynjas, Allah i ka mja letësua një telashet të akiretit. Kush ja hek një siklet, një mërzi në dynja një familjes, e ashtë një gzim në zemër, Allah i atje ka mja hek një siklet të akiretit, e ka mja gzua zemrën, inshallah ta'ala. Po vinë kanë të Ademi, a.s. njerëzit. Ja Adem, ty Allahit ka kriju me dëshirë të vetën nga dheu. Edhe me laqët i ka shtin ty me të bon sejgjde, respekti, jo sejgjde adhurimi, manen mend, sejgjde, respekti, se adhorohet vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. E ti Adem mas je i ka që mrishëm të Allahu, i dashëm, Adem, Allahu të ka kriju e ty me dorën e vetë. Ademin e ka kriju Allahu me dorën e vetë, ati që shitakon, nëse dim. Kema jeliku bi gjelalihi subhanahu wa ta'ala, në akidën tonë ahlu sunna wal jamaa, që mësot, Allahu të shikataku e ka kriju subhanahu wa ta'ala. I kanë thonë, ja Adem, kanë një thonë ditën e kiametit, ty Allahu me dorën e ti të ka kryua. Neve me dorë Allahu tash s'na ka kryua, në ka kryua me gjenez, me martes, përmes kontaktit spermatozoidit.
përmes gjinive, mashkullor, femror, edhe Allah i e ka fali insanin, apo? E Ademin, kush është nona e Ademit edhe baba i Ademit? Dheu. Kush është nona e Havës edhe baba? S'ka dhe. Të dy t'i ka kryua. Këton prej dheut, kurse Havën prej brinjës. Ka dashtë Allahu prej brinjës, si kur që ka kryua devën prej shkëmbit, prej gurit, devën e cilit pejgamber, Salihit, alayhi salatu wassalam. Këto janë gjëra, për Allahu na ka diçka s'mundet. A ka për Allah që s'mundet diçka? Na s'mundem. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ja Adem, ty Allahu të ka kryua me dorën e vetë edhe i ka shti me lachet, i ka urdhnu me të mos sejdë nderi dhe respekti ty. Ja Adem, populli është ngusht vetëm me ardhme me shpëtu. Ademi ka mu arsyetua, vallahi thot, Allahu është i hidhruar sot, kur s'ka qenë më i hidhruar me krijeset e veta, shkoni te Nuhi. Subhanallah, a prej Ademi deri te Nuhi, manin men djem, prej Ademi deri te Nuhi, nuk ka bon shirk në ftyrë tokës. Prej Ademi deri te Nuhi, thuhet ka pas mbi 1000 vjet, nuk ka bon shirk në ftyrë tokës. Nuk ka bon mëkat, më i madhi mëkat, cili është shirku. Shirku ne keni mësu pak, ose se keni mësu me majti myti dekti që të shnoshën. Atë ka vdek ty baba, kur të smuhësh atë shnoshën aj. Po dëkush ma i mytë. A o mirë, i dekti me shnosh, as i gjallis shnosh. Mjekon, a më kush shnosh? Allahu subhanahu. Më konë që shnosh mjeku, kretë mjek një kishin pas babat edhe nonat gjallë. A unë qështu aja? A unë qështu? Më konë që kish shnosh mjeku dikend, mjeku se kish leon babën e vetë. Deri t'ish mërzit, se kur kish plak shumë, kish leon, a e disë më ose më lodhe. A i shbo qështu, për qështu i shbo? Prej Ademi, deri të Nuhi, s'ka pas shirk në ftyrë tokës. E tani të Nuhi ka filluar shirku, e Nuhi alayhi salam, ja kanë pru Nuhit mushrikin që i kanë bo ibadet njerëzve. Wa qalu la tadharunna alihatekum, wa la tadharunna veddan, wa la suvaan, wa la jagutha, wa jauka, wa nesra. Mujt populli në që muslini se këta kokan, si kur neve që po në thënë që si farë fjallë që tash e selefite, tekfirite, vehabite, ekstremistat, e konzervativate, na as njonim konzerva s'po marojmë, ama që po në thënë konzerva, as pashteta, ama që po në thënë, pse? Këta tyrbët i prishin. Psa tyrbët du të minreqa? A keni mësu të hoxha të njëherë ju, nështë a i keni mësu, nështë e jo s'podi, amen të billahi ve melaiketihi, a keni mësu qështu? Amantu billahi ve melaiketihi, duhet me mësu qëto, vallahi. Amantu billahi ve melaiketihi ve kutubi, shartët e imanit 6. Ngoni, veshja ngon mirë. Amantu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve ljomil akhiri ve bil qadari khayrihi ve sharri min Allah ta'ala ve l'bathu ba'da l'mauti haq. 6 sanda, me besu Allahun 1, melaqet 2, pejgamber 3, librat e shpallura 4, caktimin e Allahut 5, edhe ringjalljet në pas vdekjes, sa u ban? 6. A mëse njeve dhe kundëve tyrbetihi, tyrbeve me besu, mëse njeve, që hëngo arabqe. Amantu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve ljomil akhiri ve bil qadari khayrihi ve sharrihi min Allahi ta'ala ve l'bathu ba'da l'mauti haq. A hëngove dhe kundë. A ta prishim, amantu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve tyrbetihi. A ta bëjmë qështu, ta bëjmë bërlok punën? Ja, stakfirullah ladhi. A i që beson në vorra, e që beson në teqe, e që beson i dekti e shnoshën, e që beson vorrit me shku mund cjallë kolla, o vorë, mjep ti mua e vlat, o vorë, mjep pasoni, o vorë, mjep ymër, o vorë, ma shnosh babën, ma shnosh gruën, se mla jetima një kalabalëk fëmi, o vorë, o lis, o dru, o gur. Ja, stakfirullah. A ki babën gjallëti? A shkesh mi thonë, o bab, s'kom buk, ma gatuj një atje. A ta gatuan, a i tybe. Ja, Rab, Allah i në dhashtë hajrin. Cila ke këto pesat që kënë, më lëzëni?
Ndihmën Allahun i muj për para. Tokën, xhami, pejgamber për gjithë njerëzimin, jo vetëm për arabët. Shefati. Edhe një plaçka e luftës. E pasta. A i mani në mend ju këto? Ja i mani, jasën i mani në mend. Hajtë sot pëmsem që tonë që në të madhë mend. Pjanisim të ti. Allahu e ka ndihmua pejgamberin me 5 gjëra. E para, ja ka qunë ndihmën para se me hi në front. Marë mend, ndihmën para se me hi në front. Ja ka bon xhami gjithë kund mu falë, tokën xhami, marë mend, tokën xhami. E treta ti, mik, marë mend, ti xhami, ti ndim, ti? Si e kemi? Murat, ti Murat, ta dish cile? Pejgamberin e ka që Zoti për kretë njerëzimin pejgamber. Marë mend, pejgamberin është për kretë 3. E 4-ta, ja ka dhonë shefatin ymetin ditën e kiametit, dhe e 5-ta, ja ka bon halal mallin e luftës. Shka të bohët në luftë? Në Francë, shka të njërët fitohet, është e muslimanve. A i manin mend që të e para? Ja kanë qenë ndihmën para se që me hi Francë. Një muj, e 2-ta, xhami, e 3-ta, për këtë ymetin, e 4-ta, shefat, edhe e 5-ta, mësuam, elhamdulillah. A nëse që shtu si mësoni, veç thoni, na knaqen hëgjallarët, o knaqen hëgjallarët, në fund, shka kalëzuan, shka pëdi një kalabalek se endë në kalëzoj. Kishkon një hoqë të kalëzoj, më ka kalëzu një hoqë Arabijës, një hoqë pëdike me mësu, një hoqë s'pëdike me mësu. Se në nam, pëse kemi plot hëgjallarë, do din, do s'din, Allah i në boft për aty në që din një Arabi. Edhe, për i mëson ky, po s'podin me mësu ky hoxha. Një elham sun pjau mëson gjematit. Ja, qele ka që. Ja, se kom nalja, mirë, ketë. Ja, kam, po unë punoj me qësi edhe une, veç se s'jam une muzikant. Sa ta muzikantat për mas shpinës e shtinë kështë. Nese, s'ka gale që i në qizohën këto, se dhe kush ka qef edhe me kesh pak. Nuk bëhat veç një dhonë gaz dhe një në lere, leon. Tahur, inshallah, ta'ala. I shkon një hoqë s'pëdi kem jo mësu e elhamin. Jo manin menë se kom jo pyjtë o pëtë. Po, kismet. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Mas një mujt prap, on klone s'pedi. Klone sun për jam son heq. Shartë një hoqë maj mirë. Kër shartë e hoqëa maj mirë, qka kishë bëj hoxha më i mire, i shkon i meqëm. Kishë shkon, ky që sun për ta mëson elhamin, me shka mirët, qëfar zanati ka, ta vëllon ky qoban është, me shka mirët, ruan deve, bashallah. E ky tash ky hoxha, do të mjau ditë, derse do të mi bon që është vendi, mahat ku vendi, apo në kuptesh, si të hinsh në mjekësi për mjekësi, në bujqësi për bujqësi, zbohat ti të qëbajt me shkua mjekësi me spjegua. A unë qështu asa? Edhe tha, ti me shka mirë është ta me deve unë e mirë. Kish pas plot deve. A ka në emna ato deve të tua? Apo, edhe këtu lopët në që i ka me skana, kuqloshja, laroshja, zeka, që thojnë me mandryshe se s'pëdi, se kam unë asë një viqë. Nejse, qështu, ka nemne, edhe kër e kish pyt atë qobanin e deveve, që ka filon jamrin? Filon, falan, këtë emne të deve pja u dinej, se më që të po mirët. E, kish këftu kjo hoxha që do të më jamësu elhamin, i kish marrë 7 deve. Tak. Kish ma, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Ajeti I fundit I elhamit o më I gati. Hajt thuj, ja kish nisaj, Bismillahirrahmanirrahim, me emnat deveve, se më qatë zëna të konë. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, e mësoj elhamin më njëheri.
kur kisha ardhur peta I hoxh mas 1 vjetit. Edhe kish gjetat çevanin. Hajde mi kallzo tash elhamin, aja kish nis Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanirrahim, Iyyaka na'budu, ela Maliki yawmiddin. Tha ja Maliki yawmiddin, ja ka cof tha ajo. A kuptohet? Formën mja gjet, mja qel. Paso që ashtu, mja gjet, ja mu ba, prandaj edhe ju, mos I merrni veç u knaqëm dhe mos me ditë kur gjo. Me lexue, po, në xhami me shkue, po, hoxhallart me I pas paqare me ta me bashkëpunue, po, pavarësisht a janë shqiptar, a janë rom, a janë turqeli, a janë bosnjak, musliman, jam I kret vllazën. Kryesore ilmin me pas para veti, inshallah ta'ala. Kjo një që dashta si kjo në fillim. E me juve shka për du me thonë sot? Për du me thonë sot juve, kretë punoni dhe bashkëpunoni. Kretë punoni dhe bashkëpunoni. Në rrugë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Ta mësojmë dinin tonë edhe ta futim në praktikë. Jo veç e mësuam dhe shka dhe s'podim. Para 3-4 dite, unë ka mos që shtu ka pëmbirë me shkuë, thatë po unë e falem, unë tha falem, po dhe njëherë jo. Pse dhe njëherë jo ti? Unë falem, po dhe njëherë tha jo. Po që s'ka arsye, po që s'pëmbohet, po thëtë. S'pëmbohet, shka s'pët bëhen? Pantullat s'pët bëhen? Shka s'pët bëhen që s'pë falesh? Ku ki defekin? A se donë Allahun? Sa gëzohet Allahu kur robin e shenë raport me ta? Wallahi, Allahu gëzohet me robin kur e sheh që jo ardh në kontakt. Se namazi është lidhje me Allahun subhanahu wa ta'ala. Dikush thot çka po të vyjnë namazi. Ose ata që s'kan din e iman thot, po ma musliman që po më falen punë e madhe copa janë, shka po duhet mos po ndreqin ballama. Mu po më kundërshton dikush psali po thash më ndreq unë ballam tyja. Mos po lipish unë nda bëj një raket për pjet me ec. Insan se kuptojnë, një dita keni me vdek, o djemë. Po, namazin pa e falë. Namazin pa e falë. A zotin arvit. Mirë, e baba që s'pët falët. E nona që s'pët falët. E gruja që s'pët falët. E nështë edhe vetë s'po falësh. Ose vetë po falësh, po I pas jallë shumë me babë me nonje. Nuk ke respekt ndaj prindve. Që po ju thëmë mirë, mje krusha juve. Po si nreqet raportet me babë me nonë, kështë. S'bëhat kabul namazi. S'bëhat kabul namazi. Ose me besua mbrapsht, me u besua si hirbazve, falgjive. Si hirbaz o mush Kosova, sot biznis. Biznis, si hirbaz, magjistar. Në reklam, televizor, gazet, internet, unë e shëroj magjijat. Ti po shëroj ke. Dreqi po shëroj ka dikant. Dreqi a shëron. Magjistari bashkëpunon me dreqin. Keni patash një takim në një tetorin e Prishtinës, atë në sallë ishim më dytë. Zyja I keni qenë dikush me Lukmanin edhe me Ebu Bekrin. Populli janë çtu mu bë. Imeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam më shkruan me besu fallgjis, mashtruesve. Ama kom ranë zorën po lypi ilaç. Që ranë zorë me lypi ilaç prej dreqit. Ja ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. O rob të Allahut, o musliman, mos e zini për mik dushmanin tëm dhe dushmanin juaj për mik. Ai është shejtani. Shejtani aduvullah. E na me bë shejtani jo, dushmani I Allahut. E na me bë mik tani, astaghfirullah alazim. Për çat sebe po djem, kështu në të shtëpia që kemi punët. Me namaz mas pari. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 40 ditë kush e fal namazin me imamin në xhami, 40 ditë. 5 vaktin me imamin në reqatin e parë dhe me tekbirin e parë, I fiton të Allahu 2 sende, 2 sigurime. Nuk do t'jetë munafik, se munafik t'jenë në xhehenem, edhe e dyta, nuk do t'a kap zjarmi I xhehenemit.
Prandaj shkonin në xhami gjithë falën namazin. Kush i ngat? Si e ngat s'ki mundsi të vendi punës atje falë. A tham, Allah e ka bën tokën atje falë, të vendi punës. Supermarketi sa të dihet i gjan, apo falesh po unë në punë, po ku mu falë, po thonë çtu plot vend bosh, po shoh çtu s'mundesh më falë. Në supermarket ai po punë, po çush më falë, çush më falë, e do shtroni kartonin dhe falu. Ose më shtro kur ata gjithë ditë por rinë më kërkën në market, paç. Namazin me falë. Mos na i muslimant, të keni një gjë shumë më rëndësi parasysh. Muslimant kanë virtyte, tipare, cilësi të mira. Trupin me majtë. Qasaj që i thënë elegant, se muslimani është kristal i larë dhamët, shkërtan mustaqet, i larë dhamët, kërtë keshish me kesh, si afrikani, kesh me të dhamë i bardhë, jo mu gërdit piti këtë keshish si kër me hangër kungull, ose me të ardhe i ragojës, ose me pi dëhan. Ti djali vogël a pish dëhan? Babu jot apo pi? Po, thuj hoxha ka thënë mës më pija, u bo? Qështu. Lamja dhamve, premja thojve, marrja abdesit, rrumja vende dhe turpshme, pastrimi, abdesi, vallahi muslimani që i ka qëto sene, unë po i thamë qështu, është i kristalizuar. Ngoni këne veç në lamje dhamve shka ka, që kam ledzu këto, s'po janë reqi unë këto fjallë, që ka kam ledzu, veç lamja dhamve. Mërdatun lirram, magdabatun lishshejtan. Knaqësi Allahun, hidhrim shejtanin. Knaqet me laqja kur t'ja merr shpirtin, nuk gërditet, si s'pi vjena era keqe. Po knaqet edhe gruja kur t'ja afrohesh nga atë. Ose ç'është ha? Edhe e katërta, shëndeti jot. Edhe e pesta, e kam lexuar këtë hadith, Hyseni Mire, diki hoxha se në Medinë ka hangër bukë plot vjet, e kam lexuar në kible të xhamia pejgamberit, kur dalish, të hotel Movenpikja që nalt më shkronjat mëdha, innal malaikata la tata'adha ma yata'adha minhu banil bashar. Që do më thonë, me la që të gërditen prej të njëjta gjërave që gërditen njerëzit. Zamët mi pas palas, kërë të këshirish atë thonë palas sari o bon, dëhan piqe dhe mundë një më afrohet të dëhan e ra, dhënë palas, kështë për do pak mangat, hoxha, në fali më habet. Ani, ma dë njësën për eshtimi, ja dë një që për e kom ma shpesh, për thëmë më falë, se së më për dëroj. Një parfim. Jo, dhe me pi parfum për djava, si lash dhamët. Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam ka thënë, mes me pas bon ranë të metit, gjdo vakt mi la dhamët. Gjdo vakt. Resulullahi gjdo vakt mi la dhamët. E ti hiqas një dit? Inshallah që ta se bani. Unë për ju këshilloj për vlazën. Dhe më thënë, s'ka dhe një keq kuptim në rrugë të Allahut subhanahu wa ta'ala, po pse? Sepse na muslimant e kemi higjenën, pastërtit, e kemi shatrul iman. Në hadith të Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam, e në dhafetu shatrul iman. Pastërtia është gjysa e imanit. Në shkollë këna mësu pastërtia në gjysa e shëndetit, apo? A unë ma mirë gjysa e shëndetit me konë, a gjysa e imanit? Po gjysa e imanit. Pse, po mundet me konë gjysa shëndetit, është ajo reklam, po mundet me konë edhe shëndetin me pas edhe pajla. Shëndetin bomba, uku. Jaja, a më na po dojmë me qua fjallën e pejgamberit në vend, alayhi salatu wassalam. Mandej o djemë, Allahu në Kurana, po i bëjmë dua gjdo namaz, Allahumma rabbena atina fid dunya hasanatan, wa fil akhirati hasanatan, wa qina adhaban nar.
O Zot, ne jep të mirat e dynjas edhe të mirat e ahiretit. Edhe na pështo prej dënimit. Psa pas ka të mirat dynjas? Po, vallahi. Ka të mirat dynjas, shumë sende të mira ka në dynja. Bafqet mira, pyjet mira, malet mira, gratë e mira, vajzat e mira, djemt e mirë, shtëpiat e mira, makinat e mira, ushqimet e mira, veshët e mira. A ka plot çështo? Rrugët e mira, as janë çështo ma? Na apo lypim çato. Sot a keni fali çinin? Wallahi çato keni thon sot. Rabbena atina fid dunya hasana, sot keni thon. Ma zvonti paragjysore. Wa fil akhirati hasana, edhe të mirat e ahiretit. E ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, arba'un man utiyahun faqad utiya khayra ad-dunya wal akhirah. 4 gjona, kush i ka, kujt janë dhon, e ka khajrin e dynjas edhe khajrin e ahiretit. 4. Parës kem? 5, apo tash 4, manin mend ju të 4-it. E para, kush e ka zemrën të lidhme me Allah. Manin mend. Zemrën të lidhme me Allah. E dyta, kush e ka gjuhën që e përmend Allahun, lisanin zakira, gjuhën që e përmend Allahun. E treta, kush e ka trupin të përgatitëm me bon sabër, edhe me të shpue, me urxue, me thyë, me bon sabër, trupin të përgatitën për Allah. E treta. E katërta, ky majrivi i rahisja këti, kush e ka gruën e mirë që ja ruan pasionin, e moralin, e nderin, e karakterin ty s'po talon, se djaliri pa martu koke, po mduket. Ti martumje, ty po talon të 4. Gruan e mirë që i ruan nerin, moralin, e vladin, pasionin e burrit. Majnë men. E para cila ke? Me pas të lidhme me Allah. Qysh bëhet zemra e lidhme me Allah? Me namaz. Mandej, halalin edhe haramin gjithë. A ta pi një piva më sta pi. Dhe kush po më thotë që ti hajtë pi në qafë temeve. Njo. Po kujtësh që një men qaftë ati, ti si ta bësh haramin e paguana. Jo më veç na, veç që shebon, të Allahu nuk bëhet gabim si në dynjo me policin. Ai ka hetë shpet mu, po më dënon. Pse u bon gabim, radari gaboj. Radar të insanëve të dynjo ka gabime, amo radari të Allahu ja gabon. E para, me pas zemrën të lidhme me Allah. Qysh është me Allah, sa herë të teket me bo një haram, kujto se Allahu për të sheh. Ma në mend. Mja vjedh këshis një pull. Një pull, ose mja vjedh patligjonat në bafqe, ose tokën mja shty pak ma të tje, mja bo një haram të këshis. Ose një dele, ose një sent, ose vetë kuj ka pullat që ka bo, a s'ka që si sene, ju si ka tund këtu, që to sene janë, në përbafqet tona. Kush jeton si në ka tund pa, kush jeton në qytet, a i s'ka pulla, as dhia, as dhenat i mrena. E tash, me pa zemë, me pa bendit haramin. T'ju kalzoj një tregim për këtë punën e haramit, ma ka tregu një arap i Siris në Haqillek për 7-8 vjetë. Njëni i kish pas 4 shtëpi e i kish pas 3 djem. 4 shtëpi, 3 djem. Edhe pja jep, këti një shtëpi, këti një shtëpi, këti një shtëpi, këti një shtëpi, po një shtëpi po jetë. A i po des. Ata djem, a i madhi po dhe të oba, po unë ma shumë ka punu, ma lemu. A i vogli po dhe unë jam sugar, ma lemu, se cili po ka qef ma shumë dënja me pas. Rabbena atina fid dunya hasana. Edhe ai baba s'po di çush më ja bën çato, një, po jetë. Kish thonë unë po ja japi çat 4-tën çati djalë që vjen me mu në vorr natën e parë. Kush hin në vorr me mu natën e parë, pja jap çat shtëpinë e 4. Thoshë kush më guxu me hin në vorr. Na pështin kollaja dek me në vorë, më pa hi, hajtë ty të tëjmë hesterështin gjallë, ati shka të dhe ush. Se dekëm kollaja, ja jo shtri, nash një në vorë, nash la për mi vorë, e më ka vdek. Cilin me shti, s'ka as njëni, s'pa hi, e i shkan, e kish pas aty në mahal një fukara. A i fukaraja,
kish barë drum prej malit me shpinë, pishet, po i fshqen vetin, edhe familjen e vetë. Mirë po, ai fukaraja shë kish bon, ku me marrë një kanop mi lidh ato drumt, kish lëshu e lopën e këjshis, atë kanopin që për klotën, ja ka marrë kanopin e ka lëshu lopën. Ajo lopa ka ikë. E kalon pa tomël, pa të mirat e Zotit që ka, kur ka pa edhe lopa i ka ikë, e vlati metën pa tomë, pis keq i des. Dhe shkoja i këjshia, vdes, punë e madhe. Edhe kjo matë kërpeshin, po barën, drumë, po bjerë, po shetë. Një ditë këta tre vlazën të jena, po vishë be me nejtë me babën tonë një natë sonde që ka dek, e na këtë shpinë pe shesim, ty një hise dhe hiset qera i dajmë na. Kryesore, kretë po dojnë me datë hise, në asaj shpis tepër. Kjo kujtu, hajtë thotë se për një natë e bëjnë, qysh e bëjnë një natë në vërë, e ma japin një hise, mas unë e fukara për pranoj. Hinat natën e farë, erdhen me lachet me pyet të vorri. Këto ma këtë regullë një arab, tregim kjo është, nuk ka argument, kur hinë me lachet dvorrit. E tha, 2 koka në këtu. Tha, po 2. A në cilin për marim pyetje të vorrit janë hak, e dini. Kush o Zoti yt, kush o dini yt, kush o pejgamberi yt. Tha i shkon të dytë, a për marim që të gjallin atë deknit? Tha jo për marim tha që të gjallin, se me marë dektin kur t'ja shes sikletin ky, iken. Po për marim gjallin më spari. Hajde ti gjallë, shka ke bo? Tha unë kom falë namazin, kom bo anë këne po pyten. Zëqat, s'kom pas fukarajem, kon haqëllëk, fukara, anë kënina. Në haram, a ke hinë dhe një sen prej haramëve, ka thonë, ja, së kujtohet, kur gjonë s'kom hinë haram. Njeri gjithë ruhët, adi kur del para gjukatësut, jo valla unë kur gjonë s'kom bani kënina. E me lasja ka tja pruni, po që ki kërpeshi, tha që, a e barë që drunë, tha ti po, këtë kërpesh, ku ke marë? A po të teket, a i po të më thonë, njësë po më teket, e që e pasqyrën, këshyrët është si këtë dividia, këshyre, atë lopën e këshisa, e lëshove këto, ati i ka ike dhe o mërzite ka deke e kelon fukarallëk i ke bo ati këshistik, shush ka ke bo me këtë haramin, me një kërpesh. Tja nisën ma të kërpeshin, me rej gjithë natën, zi e bon, karaboj. Kur u quen, ta e qelen vorin nesër të se, kanë pas për një natë. Kur e qelen e kanë shtin të bardë, kur e shtin në zorën zi, 4 anë. Shka u bo, të rishtuën, mos e nëzorëm gabimisht, jo, bashkë që ato kemi nëzjerë. Shka u bo me ty, tha, tha, më spytni shka u bo, tha, me mu, tha. Unë për një kërpesh, tha, më shka kardhuën gjithë natën në dajak, për një kërpesh. Tha, këshu në i baba juja të shpijat shika bo, tha, se a i ka punë në zi. Dashtë të më thonë të harami kër është pytje, o Zot, Rabbena atina fit dunja hasana, vë fil akhireti hasana. E para, më koni lidhë me Allahun, zemrën, me Allah, mës me hinë haram. E dyta, gjuha. Sa po shahësh, pse po shahësh, pse po ofendojsh? Thuj subhanallah, subhanallah, thuj elhamdulillah, thuj la ilaha illallah, jo fjalë të këqija, jo fymje, jo shamje. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, kush qohët në sabah, e thot estakfirullah, e elhamdulillah, e subhanallah, e la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk, wa lahul hamd. Kush e ban tesbi Allahun, e hek një bërlok nga rruga, urdhënon në rrugë drejt, ndalon prej rrugës keqe, vjen në akşam, ja ka dhonë hakin e 360 nyjeve që ka trupi, hakin edhe e ka shpëtua pak prej zjarmit xhenemit. Me pas gjuhën, zikër Allahun. E treta, me bon sabër në pregatitje trupit. Edhe një therë në kam që të hinë rrugë të Zotit, ka me të shpërblyja Allahu Gjelle Gjelalu. Një therë, nëse jenë rrugë të Zotit. A nëse jenë rrugë të shejtanit, dhja jo therë nuk ka hinë prej Allahut me të dhonë se vapin, po ka hinë me ta tek. Ka thonë Resulullahi sallallahu aleyhi sallam, kur e bon robi Allahut një gjuna, kur e bosh një gjuna, i bohët në zemër një pikezez. Sa ma shumë të arrita atë gjunahin, ajo pikazes të unëzi. Nëse e vazhdon kështu, i bohët zemra kretë zi. Allahu Gjelle Gjelalu në pështoft prej gjunahave, edhe të mëdhajave edhe të voglave. Së në pështojmë pa gjunahet të vogla, po bilet mëdhajave Allahi në pështoft, ja Rabbi. Ato të mëdhajat janë Allahut mi përshkrua, Allahut shok s'ka.
e dyta vllavrasja, e treta sihiri, e katërta shpifje më bu njerëzve, filoni falani, e pesta mja këty shpinën dëshmanit në front. E mandaj vinë qerat i spat leki rrenshë me arrogancë ndaj babës e nonës, mës respekti e këto gjunahat mëdha, largoni ju gjunahave. E Allahu në Kurani Kerim ka thonë, in të gjtenibu ke baira ma tunhauna anhu, nukeffiru ankum sejiatikum, me nudkhilkum madkhalan kerima, nëse ju largoheni gjunahave të mëdhaja që ka janë, i largoheni, na ju falim gabimet edhe ju fusim ditën e gjykimit në vendet kënaqura në xhennet. Allah na i gabimet edhe na bëft prej xhenetlive, ya Rabbi. Prandaj trupin me pas përgatitur, thehet koma, qërrohet syni, shërdohet veshi, po ndhem zemra, po ndhem shpina, Allahi me sevape inshallah na përcjell, ya Rabbi. Kam një njerëz të smund që janë edhe thojnë, e Zoti më ka nem mu. Allah i kërkon se mallkon nuk e nemën, vetëm ai që e lypën e të keqin. Allah i e do në robin e vetë. Mirë po në dynja e sprovon. E sprovon me fukarallëk. E sprovon me vdekjen më të afërmit ti. I vdes gruaja, i vdes djali. E më e madhi katastrofe i umetit, a dini cila është? Vdekja e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. E masi pejgamberi ka vdek, edhe na kena me vdek. Pejgamberit kretë e vlati kanë vdek. Vesh njëri ka met mas vdekjes ti, Fatimja radiallahu anha. Pranej me pasët njerit përgatitun vetin. Jo veç e goditi diçka, au la shka u bo. E treta, e katërta, që për çdo musliman dhe muslimane, e me këto mbyllim dersin e sotit inshallah taala, për çdo musliman dhe muslimane, muslimani me pregatit, na po thona me kon gruaja e mirë, që ta ruan nerin, pasuninë e vlat të edukon, po thona po. Ajo për më e pas ti qatë gruet mirë, ajo a është vajzë e dikuj, po. E ajo vajzë që është e dikuj, a ka bo tërbija i qysh po thona na? Jo. E po një qysh pra, ti po lypish mirë, ama mas i po lypish mirë, do të me pas edhe me kona ajo vajzë e bo me tërbije. A një qysh me bo pra na me bo me mësu e vladin tonë. Sikur që pe mësojmë djalin me të mira, me mësu edhe vajzën me gjëra të mira. Në tash kohëve të fundit kemi shumë probleme në familjet kosovare, mrenda dhe jashtë vendit. Shumë probleme kemi. Prej atyne problemeve që të paraqiten të hoxhallarët, të secili hoxh, secili person, çato që e do, çato çaj që ka më shumë besim, të çaj që ka kontakte ose ka muhabete të mira, ta i paraqitet. Çfarë probleme ka sot? Vallahi, divorcime, shkunurizime shumë e teprume. Pse mos marrëveshje familjare të mëdha mes veti burr grua burr, sepse vajzat nuk janë të përgatitura me dal prej babës dhe nanës, me dal mu pronësua diku tjetër, me kalu mirë taj burrin, pronësit që tërkuj. O mësuat e baba atë nona shumë mirë, po të burrin është asun ka gjetë shumë mirë. Nuk është e para përgatitur, pra ne duhet me punu edhe me vladit. Ka thonë alayhi salatu wassalam në një hadith që e ki Nikolaj, ta shkrej bom 4 edhe këne 5 u bon 9, po këto ka 4 ka 5, do këshilla që ti manin ment ju ma kalaj. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për muslimanën, për gruan, Allah ja boft nasip ata që janë të martu, më dhe ata që janë pa martu, me i pas gruja ty në që të o fjallë, po dhe ata që kanë e vlad vajza, me o mësua që të o fjallë. Ka thonë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam për femnën, për gruan, si ti fale 5 vaktin, e agjeron Ramazanin, e respekton burrin e vet, edhe nderon, e ruan moralin dhe namazin e vet, i thohet ditën e kiametit hin xhenet në ka cila derë duesh, që e fal 5 vaktin, mësoja vajza, soj bi, ki me shku te burri, ki me fal 5 vaktin, ki me agjeru Ramazanin, ki me respektu e burrin, edhe ki me rujt moralin tonë, që të 4 senda azamet janë për femnëna, me fal 5 vaktin, me agjeru Ramazanin, me respektu e burrin, edhe me rujt vetin prej, apo me rujt në muzin, në moralin, që thoni ka ju? Në muzin, moralin. Mos me bon kërvni femne. E kështu me radhë. Të këto 4, i thot ditën e kiametit, hinë gjenet ka të duesh. To me majtë në mente dhe mi kalzue, vajzës, gruës, tezës, halës, mu dit feja islame, me mësua musliman të fejnë islame, ka mos me dit, çfar programi ka më randa në këtë fejnë islame, ja Rabbi. E jo na me met, kemi met, valla musliman s'po dim kur gjo. Por qatë sebe po djem. Allahu Gjelle Gjelaluhu prej mbi 7 qiell këtë din e ka prekatit për neve.
Ka dashtë Allahu na sot me konë musliman, ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, me thonë la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah. E kur thëmë la ilaha illallah, që do me thonë, s'ka zot që me merit adhurohet veç Allahut, sa adhurohet kush me merit veç Allahut, atëherë qysh adhurohet Allahu pionës tënde? Adhurim, që do me thonë? Adhurim do me thonë me i qua urdhënat e Allahut në vend, e me ju largua ndalesave. Që kjo që të mana ka fjale adhurim. Unë me thonë, unë e adhuroj Allahun. Arab që i thëjnë, abudullahe, i jake në abudu, vetëm ty të adhurojmë. Qëfar adhurimi? Respektojmë urdhin tonë dja Arabi. Për me krye, krymë edhe ndalesave të ju largohemi. Që kjo është i jake në abudu vë i jake në stain. Në elhamdulillahin që për e dim, qëfar sure na kemi. Qëfar sure na, ummeti Muhammed, që një dit, elhamdulillahin, a bon dhe kush mës me dit, ka plot vallahi se di. Unë njëherë njëni kulli vallahin, njëni dashti me thonë në televizore, njëve kulli vallahin, kër janë si kulli vallahun s'po di me thonë. Subhanallah, elhamdulillahin që shë thona, shiko elhamdulillahi shka ka mrena, ja kënë abudu, o Allah, vetëm ty të adhurojmë, dhe ja kënë stain, dhe vetëm prej tejme, ndijim kërkojmë. Një natë Resulullahi, o konë me Gjibrilin bashkë, me lekun. Gjibrili ka qo kryt prej qilit kështu, edhe o qa hap qili. Edhe për zbret një melek prej qilit, po vjen të Resulullahi sallallahu aleyhi sallam. Edhe për thot, ja Resulullah, merë myshde, ka një myshde ka ju, si hariqim, myshde, gzoju, merë myshde, ja Resulullah. Me qka tha me marë myshde une? Merë myshde me 2 dhurata që asni pejgamber para teje si ka pas. Me 2 dhurata që asni pejgamber para teje si ka pas. Cila me para? Tha jo është Fatihatul Kitab, elhamdulillahi. Një, e dyta në fundi i surës Al-Baqara, Amen ar-Rasulu bima unzile i lehi min rabbihi vel mu'minun. Wallahi po. E na, as jam i krenar që jam i umeti i këti Muhammedit sallallahu aleyhi sallam. As jam i na krenare. Për qatë se bëj po vlazni të mi. Rigja po ju bëj lutje, na ndihmoni. Qysh, s'po thom në ipni lekun, s'po thom pare më ipni. Na ndihmoni në predikim të fesh. Që dhe më thonë? Punoni me familjet e juja dhe me evlat të juj. Kur kret ju të punoni me evlat e juj, familjet e juja, dini islam, e jo me lëshuen në lërë, po falet e s'po falet gruja, po falet e s'po falet e vladi, po falet e s'po falet motra e vlau, ti shka me bënë, ti del të dyqani që ati të kafja, pi makjata, pi duhan, hajda i qetëri një piv, ta qarrosi një lashko, o davë në to që mo zavas, një lashko ta pim. Që shtu me jetu muslimant? Jo, isha Allahu ta'ala. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala të na kthej në din tamam, ja Rabbi. Allahumma ruddena wa shababena ila dini këradden gjemila. Ja Allah, na ktheve neve dhe rinin ton, në dinin ton, ja Rabbi l'alemin. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, Allahumma thëbbit kalbi ala dinik, ka thonë për veti, o Zot, ma forco zemrën në dinin tëndë. Edhe unë po bëjnë dua mua dhe për juve, Allah i na i forcoft zemrat në din të Allahut subhanahu wa ta'ala, na bëft për atyne që e falin namazin, e fitojnë devotshmërinë, edhe neve hoxhallarve, Allah i na i bëft zemrat e pastra, ta thejmë fjallën hak para juve, para popullit, para gjithë kujt, edhe ta praktikojmë vetë në jetën tonë, inshallah ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammad, wa akhiru dawana, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان كم من فؤاد كالحجارة